Shikon në këtë moment jam duke kalu rrugës që lidh Rrëshenin me Rubikun. Pas kalimit të autostradës. Them ja 2 fjalë për aksidentin që ka ndodhur dje. Një aksident shumë i rëndë. Kam dhe një homazh për Nikol Prenga, që është bashorti i Qiljetës, që ka farmaci Mirditën, dhe Qiljeta është aksidentu, Nikola ka ndruar jetë, po ashtu dhe një tjetër, pas përplasjes që është bërë këtu në këtë rrugën. Unë do ta bëj homazhin për Nikolën, që ishte një njeri shumë pozitiv, një qytetar model. Unë kam një lidhje qenërinë e hershme me Nikolën, kur e kishim organizuar të rinia, një njeri fjalëmël, njëri qetë dhe që bënte vetëm mirë. Kështu që ndarje nga jeta, them drejt kur e mora si lajme kam përjetuar shumë keq, ashtu si dhe krejt qyteti që i ka njohur. Një qift model dhe një familje model, shërbys ndaj komunitetit dhe një familje që ka pas zot mirë, qoftë në Male, qoftë në Rrëshen. Kjo është pjesa që duhet të them për homazhet bëhen te katedralja. Nesër bëhet varrimi, do ta përcjell me të shkruar. Përkohë pjesa tjetër lidhet me faktin e kësaj rrugës që nga dalja autostradës dhe deri në Milot. Unë du të them që është nga rrugët e nemura shqiptare. Fakti që nuk u bë me 4 korsi, sot e kësaj dite që nga viti 2009, është një akuzë e rëndë ndaj zhvillimit të rrugëve strategjike që lidhin veriun e vendit. Dhe aksidentet që kanë pësuar këtu njerëzit, mu këto afër ja po kalojmë me sa shohim, këtu ka ndodhur aksidenti, mu këtu, mbaj mend që 100 metra më tutje, para pak viteve, është shuar një familje nga Zvicra, kosovar në Zvicër. Kanë qenë 5 vetë në një makinë, nuk ka rëndësi se çfarë makine mund t'jetë. Pra një makinë super e shtrenjtë, që siguronte mbrojtje totale, dhe kanë vdek burrë gru me 2 fëmijë dhe ka shpëtuar vetëm një fëmijë, vajza 5 vjeç, që është jetime sot në Zvicër, që ishin mbarë të Zotit duke bërë pushime në Shqipëri. Pushime që këtu, edhe nga Kosova, por edhe këtu nga Mirdita dhe kushdo që kalon, kthehen në ferr. Kthehen në ferr për shkak sepse nuk ka zhvillim strategjik të rrugëve. Është e pa tolerueshme tash 17 vite të mos bëhet rruga me 4 korsi. Nga ana tjetër është një apel edhe për drejtuesit e automjeteve. Po e përsëris, nuk ka rrugë shqiptare që të ketë kaq shumë aksidente çka ka pas në këtë vend këtu. Pra në gjithë këtë pjesën që lidh nga Rrësheni, pra dalja autostradës dhe deri në Milot, është rruga më e vështirë. Unë po të cilë duke komentuar edhe disa vende ku kanë ndodhur aksidente shumë të rrezikshme. Është një apel për shoferët, për drejtuesit, për trit, por edhe për moshat e tjera, që të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Më mirë 60 km/h, 80, më pak më radh, e të shkosh nosh te shtëpia. E dyta, kalimet nga njëra anë tjetrën, domethënë, është një lumë makinash, sepse në moment që vjen nga autostrada 4 kalimshit, krijohet një tup i ngushtë, që do të thotë janë makina akoma më shumë. Dhe këtu duhet të jetë kujdesi i shtuar, se në rrugën 4 kalimshe nuk është se mund të ndodhin aksidente, janë tralla fare këtu. Po komentoj edhe një pjesë hyrja për qytetin e Rubikut, ku e kam bërë disa herë problem. Dhe shoh makina që hyn, edhe kam qenë edhe unë me to. Makinat shërbim publik, por edhe makina tjera që hyn për qytet. Pse? Se nuk është bërë një dalje. Megjithatë ti sjell edhe disa pamje tani. Ja këtu vazhdojmë rrugës, që është 2 kalimshe. Edhe këtu ka pas aksident, mu këtu rruga që kryqëzohet, pra rrugë rurale, që është rruga e Velës, ka ndodhur disa aksidente me vdekje edhe këtu. Ja mu këtu, janë dhe lulet atë. Por dhe daljet në për pikat e shërbimit duhet jenë shumë të kujdesshme, edhe të kontrolluara, madje edhe me kamera. Sa ku dalin policë në përferrat, vjen kamera. Të pafrohem nga rruga që ndan për Rubik, që është edhe ky është një hotspot shumë i rrezikshëm për kalimin e makinave. Tu është rruga dytësore, edhe këtu s'ka asnjë rrezik asgjë. Po mirë që të paktën vijnë pak makina. Tu tani është pjesa më e rrezikshme, ku dhe tu kemi aksidente me vdekje. Ja, tu futet rruga dhe kalim me hyn Rubik. Pse? Sepse nuk është bërë një kalim këtu.
Ja, tu që ty është për rubik. E bëj edhe një herë apel, është nisa me homazhet për Nikollën, po për të bërë një apel, sidomos tani që po vjen vera, ku do ketë makina shumë që vinë nga Kosova sidomos, për të shtuar kujdesin dhe për vërtet në shpejtësi sidomos dhe zbatimin të rregullat të rrugëtimit rrugor. Po e mbyll këtu.